Përshëndetje miq, përshëndetje. Ure që një të gjithë sa më mirë, por rregulloj pak të kamerën time. Ju e dini të gjitha I kemi me kushte shtëpie, ne duhet me bo videot, do më thënë aty ku e kemi mundësin. Deshta që ta bëj sot një podcast me ju dhe tema është ndarja. Më ka ardhur një pyetje në Instagram që mi gjena si të sillemi me fëmijët mbas një ndarje dhe sidomos kur fëmia vunë shumë. Temja e ndarjes është një temë e vështirë, besoj, sikur çdo temë që ndoshta njeriu e ka, I bjen një situatë dhe thot, o Zot, hajde thot si ta kaloj apo si mundem që t'i ndihmoj vetes që të bohem më mirë. Dhe sidomos, kur ke fëmijë, kur je një nan, apo dhe baballar, kuptohet edhe bab, të dhem shpirti më shumë. Dhe e harron veten sepse kujtohesh në rreth parë vetëm për fëmijët. Nuk do të thotë që ne duhet të rrim në lidhje apo martesa që nuk janë të lumtura, sepse edhe këtu kam një gjuhë, më thënë raste që thojnë, okay, jo, po rri shkoku I fëmijëve. Jo, sepse unë nuk e marr vendimin për asnjë njeri, por mundem t'ju them vetëm diçka që kur ti rrin me një partner për shkokun e fëmijëve apo partnere, ti je duke gënjy veten, ti je duke gënjy partnerin, ti je duke I gënjy edhe fëmijët e tu. Mrapa rrethin e tjera, po ato nuk janë shumë të rëndësishëm sikur ti, partnerja jote dhe fëmijët. Besoj që është një temë që mundemi të flasim deri nesër, po unë kam ndalë tek ato pikat më të rëndësishme që janë. Miq, kuptoni diçka shumë të rëndësishme. Njëherë në radhë të parë duhet ta pyesni veten, nëse nuk jeni nda akoma, a është arsye e ndarjes partneri apo partnerja? Sepse ndonjëherë ne jemi të pashërum vetë dhe kërkojmë që të ndryshojmë diçka përjashta, ndryshojmë punën, ndryshojmë partnerin, ndryshojmë shtëpinë, ndryshojmë qytetin dhe harrojmë që veten tonë e marrim sa herë me vete. Do të thotë, është mirë një herë të punoni me veten. Të punoni me veten dhe unë besoj që sidomos kur kemi fëmijë dhe ato nana apo baballar që kanë fëmijë është e vështirë, kuptohet sepse ke fëmijë, por duhet kuptoni që nëse rrini bashkë me dikonin dhe sa herë vetëm keni llafe, keni domethënë keni sherre dhe fëmijët ato kanë me pa, domethënë dhe kanë me ndje atë energji. Por për përmeni edhe një herë që nuk do të thotë kjo që duhet shumë shpejt që të ndaheni. Jepini kohë vetes dhe kur t'jeni të sigurt mrena jush, atëherë merrni atë vendim që juve ju a thot zemra dhe ju e ndjeni që është e saktë. Sepse besoj që për shumë gjëra në jetë ne I dim përgjigjet vetë, do të thënë askush aty për jashta nuk na I dim përgjigjet tona. Kuptohet që në momente të vështira ne flasim me shumë persona që ne I besojmë dhe secili njeri ka me ta thonë atë që ai e mendon më mirë për veten e vet. Do të thënë apo edhe që e mendon më mirë për ty, por sipas mendimit që ai apo ajo e ka, qoftë nana, baba, tezja, halla, daja, shoku, shoqja. Është shumë e rëndësishme miq të dashur që të kuptojmë që është jeta e jonë, do të thënë është jeta jote dhe vetëm ti duhet vendosësh për jetën tënde. Sepse në fund të jetës duhet me pyet veten, do të thënë se edhe këtë video kam e bë dhe disa postime kur të plakemi, do të thënë me një moshë të caktuar. Tek seminarët e mia që unë kam bë më shumti ato thonë që kur të bohem 80 vjeçe apo 80 vjeç edhe çfarë do t'i tregoj vetes, por e supozojmë edhe nëse jemi 70 vjeç. Çfarë kemi tregu ti vetes? Çfarë ke boti? A ke ngju zemrën?
A ke bu veten e lumtur, sepse miq të dashur, ne vetëm kur e bëjmë të lumtur veten, mundemi që t'i bëjmë edhe të lumtur tjerët. Mundemi që ta bëjmë edhe të lumtur partneren, fëmijët e tonë, sepse një nanë e lumtur, një babi lumtur, mundet me e bo dhe një fëmijë të lumtur, edhe fëmijët e vet të lumtur, nëse ka më shumë se një. Për personat apo çiftet që janë të ndome dhe kuptohet që në shumë raste mundem të them është egoja shumë e madhe tek meshkujt, por edhe tek femrat, sepse kam raste edhe kështu, por kam raste edhe tjera. Dhe që tregojnë apo që folin dhe thojnë që okej, tashti partneri apo partnerja u largu dhe kapen mas fëmijëve dhe i ulin partnerin tjetër, do më thënë qoftë nanën ose babën, dhe thajnë iku, mla, shiko, ashtu dosh me marë pasurin, apo nuk është nanë e mirë, apo babi mirë, e tjera. Një gjë do të kuptoni. Këtë e kam përmin edhe me një video tjetër që unë e kam postu në, apo podcast, ashtu sikur i quajmë, që e kam postu në YouTube. Mos e merr ti përgjegjësinë për partnerin apo partneren tone. Ti bëne atë që është në dorën tone. Ti mos ju fol keq fëmijëve. Ti afroje fëmin tanë dhe jep ju aja ndihmën që e ka të nevojshme. Unë e kam pas edhe një rast ku megjithmen baba merr drogë, pin alkohol dhe lun bëxhaz dhe megjithmen është një gjendje jo të mirë emocionale, ku unë i kam thonë nanës të djalit, do më thonë i kam thonë që po ta jap një mendim, po ta jap një mendim që mos i thuj fëmis që baba jot nuk të don apo baba jot është i keq. Thuj që baba ty të don shumë, po ai nuk po din më ndryshe. Ai nuk po din më ndryshe, ai nuk është mirë. Sepse e di që ndoshta kanë më ardhur ashtu shumë mendime në kokë dhe kanë me thonë, "Ua, si nuk po din ndryshe, ai don dhe bën e tjera." Ne nuk e dim jetën e dikujt. Ne nuk e dim pse dikush pin, ne nuk e dim pse dikush merr lant narkotike, ne nuk e dim pse dikush lun bëxhaz, ne nuk e dim. O miq të dashur, ne nuk jena në trupin e dikujt tjetër, nuk po e quaj diçka të mirë, por ne nuk e dim ai person se çfarë ka mrena vetes vet. Dhe megjithmen, asaj mike i kam thonë që shiko, unë e di që është e vështirë për ty, ti ke një fëmijë të vogël dhe nuk mundesh, kuptohet që ti nuk mundesh sepse je zemër nanë dhe të gjitha ne që jena nana, megjithme nuk është e lehtë sepse ti sa do vetes mundesh mja shtyp ato emocionet e tua që i ke, po tek fëmia të plas shpirti, do më thënë aty kur thëjnë çmendesh, pse sepse është fëmia jot, po lëvizi prapë këtë kamerën, sepse është fëmia jot dhe kuptohet që dëm shpirti dhe zemra për ta. Dhe mike dashur, për këtë pyetje që ti mu ma ke qu, çfarë të bëj nga një ndomje, do më thënë që fëmia më vunë, fëmin të afrosh, fëmis t'i japësh ndihmën që i duhet. Mundeni edhe ta çoni diku me një psikolog, do më thënë nëse e keni mundësinë ekonomike, se ndoshta në Shqipëri duhet me pagu, ndoshta kudo, apo në Kosovë, apo në vende tjera. Për shembull, këtu e ke mundësinë me kartën shëndetësore, mundesh me i bë terminet pa pagesë. Prandaj, ju lutem, merrni kohë për fëmin e juaj, po mos e shtini fëmin kundrejt partnerit. Mos e shtini fëmin, sepse mendoni edhe nëse urreni partnerin apo partnerin e juaj. Mendo për fëmin, sepse ti e shkatron fëmin tanë. Dhe ai shkatrimi i fëmis, ty ka me të ardhë mrapa mbrapsht. Mos i fol keq, e di shumë mirë që
Ne njerëz jemi, na zin gjaku. Edhe nëse, do më thonë, na zin gjaku me atë kuptimin që na vin ato emocione dhe jemi ndoshta të nervërkosëm sepse themi, hey, qa është të bo partnerja apo partnerja, ose ex-partnerja apo partneri. Pse është ma bu mu këtë pa drejt, por mundohu të rish e qetë. Kur të vje me qajt më mërzit, lejoj këto emocione, po jo para fëmi, sepse fëmia është i vogël, ai nuk e kupton. Fëmit deri në moshën 7 vjeçare marrin komplet ato që ne ja japim, i marrin ndryshe meq. Do të thonë, se t'ju a shpjegoj më mirë, që nëse ti i thu fëmis, ti e i keq, ai e beson atë mbi veten, do të thonë, i merr shumë personale. Edhe ato neuronët e trunit mrapa i formon dhe i mbesin si bindje. Mrapa i duhet punë me veten kur të rritet. Nuk është tani sepse më ka ardhur dhe ajo si pyetje që po Migena, po çfarë të bëj unë që i kam bërë gjitha gabim me fëmin tim. Stop, nuk e ditë më ndryshe. O ju betohem, se ndoshta ju më shifni tani që po flas në YouTube apo që kam bu kaq shumë mësime rreth zhvillimit personal apo që kam arrit ndoshta në këtë shkollë ku unë jam sot, sepse nuk ka qenë edhe dëshira ime në fillim. Unë ja kam nis me zhvillim personal sepse unë kam kërku shërimin e vetes, sepse unë kam qenë shumë vite me një depresion, pastaj më shkthy në ankth, në panik. Unë nuk e kam ditë, të ju them drejtën, një kohë të gjatë që unë kam depresion, sepse ne njerëzit jemi, apo më mirë po flas për veten time direkt, unë kam qenë, do më thënë, shumë e fokusume që të kem gjithçka në trup, po vetëm mos të kem diçka tek psiqika ime, sepse mundet me më thonë tjerë të jetë shmendme. Imagjinojeni se çfarë bindjesh. Imagjinojeni se çfarë bindjesh unë i kam pas, dhe unë ja kam bo vetes edhe më shumë të vështirë se sa e kam pas. Unë e kam pas boll të vështirë, po unë ja kam bo vetes edhe më shumë të vështirë. Pse? Sepse i kam thonë vetes, o Zot, që kanë me thonë tjerë, që kanë me mendu tjerë, e ku është problemi këtu? Meq kur ju ta largoni këtë mbulesë mbi ju që çfarë thojnë tjerët, o keni me nis me jetu. Po le të thojnë që dun. Unë tani që ja kam nis me bo video në gjuhën gjermane, edhe kuptohet që nuk është gjuha ime, dhe më thënë, nuk është që unë këtu kam lind, dhe i themet e stime në vitet e para, kur i kam postu, isha shumë e pasigurt. Edhe flisha me familjarët, me shoqe, me kolegë të punës, edhe thosha, se di, thosha, din, a mos bëj gabim, a mos i bjen mira ato fjalë që unë i them gjermanisht. Hey, bullshit, këto janë budalliqe. Më thënë, këto janë budalliqe. Sepse ai që don me fol keq për mu ose për ju, ka me fol. S'keni me nal, ju kërkonin. Se ndryshova pak temën, po s'ka problem, se unë flas atë që e ndjej për momentin, dhe besoj që dikujt kam ju dasht ky mesazh që unë po e jap. Dhe mike dashur, rrini fëmis, rrini apo rriji, apo qëndroj fëmis tan afër. Nëse ka nevojën për një psikolog apo më thënë psikolog të fëmijëve, rrije afër. Medito për fëmin tanë. Ka nga Dr. Joe Dispenza, apo edhe nga në Shqip, për shembull Arte Gogo, i bën shumë meditimet e mira, shumë. Unë jam shënu edhe për në retreatin që ajo e ka në tetor, dhe po gëzohem shumë, sepse kam dash me shku tek seminari që e ka pas në dhjetor vjet dhe s'ka pas vende, dhe unë e kam lajmëru, do më thonë, shumë në fund e kam lajmëru, sepse nuk kam pas kohë, dhe ashtu më zhdon, do më thonë, me njëherë që me prej biletën se kam shku tek Hetem Ramadani. Kam shku tek Sheki në seminar, dhe Hetem Ramadani ka qenë i ftum, dhe unë kam dasht shumë me taku Hetemin, dhe më shton, do më thënë, mundësia që tek ai seminar që është organizum nga Sheki, dhe ai është shumë i fort në meditim, mu më shton mrapa mundësia që të takoj Hetemin, dhe
E di që të shtunën e ka pas Sheki dhe të dielën e ka pas në Tiranë, në Prishtinë e ka pas Sheki, kurse në Tiranë e ka pas Arte, ama Arte nuk ka pas më bileta, domethënë ka qenë komplet ausverkauft, domethënë që kanë qenë biletat e shitme. Por tashti ka qenë ashtu që unë ta pres ritritin, domethënë që vjen, sepse gjithçka ndodh me arsye. Dhe se tani e humba, kur thojnë e humba rrugën, dhe është shumë e rëndësishme që t'i ndihmojmë fëmijët me atë që ne kena mundësinë. Ka, megjithme dhe Arta për shembull ka meditime, shëroje një zemër tjetër, e ka në YouTube që është falas. Dhe me thënë, shumë gjana ne I kemi edhe në anë të, megjithmen me anë të internetit apo YouTube, që I kemi falas. Miq, shikoni ato gjana që ju ndihmojnë. Se tashti nuk kam asnjë gjë të keqe që m'ju thonë për shembull që mos shifni telefon apo po mos hyni në gjona koti që nuk ju bin gjë. Për shembull, ky Big Brother, si quhet në Shqipëri apo në Kosovë, çfarë kam ju pru? Çfarë kam ju pru juve? Domethënë, çfarë kam ju pru? Ato e tregojnë jetën e vet, se çfarë bëjnë, kurse ju e harxhoni kohën e juaj. Okej, unë s'po them që ndonjëherë kur ka ndoshta momente qesharake me atë këngëtarin Gjestin apo ku ta diun, mundeni ta shihni, po ju ta harxhoni kohën e juaj. Më mirë shfrytëzojeni kohën e juaj për gjëra që juve ju ndihmojnë. Dhe po uli pak zonin, se më duket pak I lartë, dhe ndjepja ndihmën fëmijës tanë me meditim. Do me thënë, medito, bëje këtë, shëro një zemër tjetër, lutu sepse lutja shumë të ndihmon. Lutja do me thënë të qetëson shpirtin. Unë ju kam tregu që fëmijët e mi për shembull falen dhe isha duke fol një ditë biles me djalin tim të vogël dhe po them, hey mam, thash kisha pas qef, thash ndonjëherë me të marr me ndonjë seminar. Edhe po më thot, jo mam, tha, nuk du, tha, sepse tha, unë tha kur lutem, do me thënë kur falem, tha, ai tha është ushqimi I shpirtit tim. Thash, okej mam, do me thënë, se cili e din vet se çfarë ati bën mirë. Prandaj, miq të dashur, gjithçka në jetë ndodh dhe ne nuk mundemi shumë gjana që t'i ndalojmë, sepse ashtu është jeta, ashtu është ritmi I jetës dhe ndodhin gjana dhe nuk du tash të hyj shumë thellë që shumë gjana I tërheqim vetë tjera, sepse besoj që disa gjana që na ndodhin dhe nuk janë të mira, ai mendimi e kam tërheq vetë nuk na bën mirë. Domethënë edhe na shqetëson edhe më shumë. Prandaj që ju lutem, miq të dashur, edhe ti mike që ma ke qu këtë pyetje, je për fëmin tanë aty. Dhe ti vetë, thuj vetes që gjithçka e ka një arsye. Zoti është me mu. Dhe lutu, bë falenderim, bë të gjitha metodat që unë I kam përmend, por dhe edhe mentorë të tjerë që janë të shumt, do më thonë në internet dhe që ndonjëherë nuk kemi nevojë as të paguajmë, sepse kemi shumë ndihma dhe shumë gjëra që ne na jepen. Të përshëndes dhe uroj dhe shpresoj me zemër dhe me shpirt që kjo video ka me të ndihmu dhe nëse ke ndonjë pyetje tjetër që nuk e ke kuptuar diçka, mundesh që të më shënosh dhe sa të më jepet koha, unë do ta postoj një video tjetër apo një podcast tjetër, se po harroj sa herë që tani do t'i quajmë podcast, sikur ka thënë një kolega ime, nuk quhen video, po quhen podcast, po ju e dini që unë jam duke u rrit vetë hap mas hapi me gjitha këto gjona që unë tani po I bëj dhe ju e dini shumë mirë që nuk e bëj vetëm këtë punë, do me thënë, apo punë nuk mune me e qujt, me thënë drejtën, sepse kjo është diçka që e du shumë, por unë jam në punë vetë, do me thënë, të spitali I fëmijëve, jam shumë e hapme edhe në gjëna tjera dhe për atë arsye besoj dhe jam shumë e bindur
që nëse ne lidhemi me veten dhe e pranojmë atë që është moment, sido që t'jese, dhe e kemi besimin e fort në Zot që ai është sa herë me ne aty, sikur një nanë që është për fëmin e vet aty, sa herë është ndoshta te shtëpia apo jo, po me anë të zemrës, ajo e ka sa herë afër vetes, edhe ju do ta kaloni gjithçka dhe mos e humni durimin, mos e humni shpresën, mos e humni atë mirësinë, se s'dia e thash mirë, mrena jush, sepse gjithçka do bëhet mirë. Është mirë, do bëhet edhe më mirë. Ju përshëndes dhe ja kalofshi sot një ditë të bukur të dytë të Fitër Bajramit, mos ka bufsha 3 ditë festohet, edhe nesër kënaquni. Ju përshëndes edhe një herë, mirupafshim.